Përshëndetje, jemi tashmë në një bisedë të dytë dhe vijuse nga biseda për koncertin Ninullat e Natyrës dhe tashmë gjendemi me drejtuesin e Tek Bunkerit, Marinen Sulën, si do na flasi pak më shumë për koncertin Ninullat e Natyrës, që ju rikujton do të mbahet në datën 18 maj në sallën koncertore të Kishës Ortodokse në Tiranë në orën 19, i organizuar nga Tek Bunkeri. Përshëndetje Arne. Përshëndetje, mirë se na erdhët në shtëpi. Mirë se ju gjetëm. Si ka qenë koncepti i këtij koncerti, që është goxha i gjetur, që flet për natyrën, për muzikën e Shqipërisë mesme, si është bërë i gjithë organizimi, sa kohë ka zgjatur, si ka qenë puna me artistët, disa detaje që janë kjo pjesa e padukshme për publikun. Në fakt, si iniciativë ka lind në nëntor të 2024-s, edhe ka lind më shumë nga dashuria për këngët e Shqipërisë mesme, kryesisht Myslimdelën, që ka qenë një pikë kyçe që na ka frymëzuar, sepse kemi organizuar mbrëmje me muzikë Shqipërisë mesme edhe këtu te Tek Bunkeri. Pastaj pam lidhjen e të gjitha këngëve, pothuajse të gjitha këngëve të Shqipërisë mesme që lidhen me natyrën, dhe pse jo tham të japim një dimension të ri për ta sjellë këtë muzikë në kohën e tashme, po duke qenë se edhe organizata Tek Bunkeri, misioni i saj është përdorimi i artit për të bërë aktivizëm, kjo iniciativë është edhe për të ndërgjegjësuar njerëzit që sa e rëndësishme është natyra dhe sa e rëndësishme ka qenë natyra në kohën kur janë kompozuar këto këngët. Pra të gjithë këngët, frymëzimin e tyre e gjejnë në natyrë, ndryshe nga sot që ka shumë pak tekste këngësh, ato vërtet t'japin frymëzim, sepse flasin për njeriun, për qenien, për lulet, për zogjt të ndryshëm, detin, lumin etj. Që është qasje shumë ndryshe nga koncertet që zhvillohen kryesisht në Shqipëri. Dhe unë sinqerisht gjej vendin t'ju përgëzoj edhe ju si organizat, po gjithashtu edhe artistët që nuk ka qenë, nuk është e zakonshme që të ketë një ansambël si Ansambli me rreth 10 artistë, vokalistë dhe instrumentistë që sjellin këtë lloj muzike, duke nisë nga instrumenta si fizarmonika që rrallë shikojmë në skenë, apo edhe moshat e ndryshme, brezat të ndryshëm. Çfarë do duhet veçoje për darsi, diçka që për ty ka qenë e bukur, po dhe për publikun do ishte e bukur dhe një lloj ftese për të ardhur në koncert. Për të folur personalisht, për mua kjo ka qenë një rrugtim i jashtëzakonshëm, sepse kam njoft njerëz shumë bukur, edhe fakti që janë bërë bashkë instrumentistë që kryesisht janë të njohur në fushën e jazzit, për t'i sjellë ato me muzikantë të traditës shqiptare, për shembull Sopoti ka qenë fizarmonicist në kohën e Havza Zyberit, domethënë ka video duke performuar me të, apo Erdenaj që është një yll në ngritje. Kjo ka qenë një pikë kyçe e kësaj iniciative, sepse rreth herë ndodh të shohësh formate të tilla të bashkuara, dhe për këtë do të doja që njerëzit vinin ta shikonin se sa e natyrshme ka ardhur e gjithë gjëja, se si është ndërtuar. Vlen të nënvizohet ky fakt dhe është gjë shumë e mirë dhe shpresojmë që njerëzit vazhdojnë të vinë edhe të blejnë bileta, dhe cili do ishte mesazhi që do dohet i përcjellje publikut, diçka specifike, një ftesë më e drejtë për drejtë. Do i thoja që jeni në koncert për lulet, për dallandyshen, për fëllëndzën, për detin, për portokallin etj, edhe për gjetur veten tuaj. Është një mbrëmje e veçantë që do ju mbetet gjatë në kujtesën tuaj. Shumë faleminderit. Unë do doja të nënvizoja krahas të gjithë termave që përmendi Arneni, do doja të nënvizoja nostalgjinë, Ninullat,
kujtimet me familjen, me gjyshrit, kalimin e brezave, dhe kjo do të vijë përcjell edhe në koncert. Ne jemi shumë të bindur për këtë. Ju ftojmë që të vazhdoni të blini biletat online tek platforma almanart.al, gjithashtu dhe i gjeni biletat fizike tek Bunkeri, tek Obori dhe tek Kino. Shumë faleminderit, ju rikujtojmë që koncertet do të mbahen datën 18 maj, ora 19 te salla koncertore e Kishës Ortodokse në Tiranë, kështu që ju mirëpresim.